Partia Demokratike Shqiptare ka mbajtur konferencën e fundvitit në Pallatin e Kulturës në Tetov, ku lideri i kësaj partie, Menduk Thaçi, në fjalimin e tij ka përcjell mesazhe të forta politike lidhur me pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe të ardhmen e shtetit. Thaçi ka kritikuar ashtë për institucionet shtetërore për mos zbatimin e plotë të drejtave kushtetuese dhe ligjore të shqiptarëve, duke përmendur përfaqësimin e pamjaftueshëm në institucionet kyçe, përdorimin e gjuhës shqipe, si dhe diskriminimin në punësim dhe zhvillim rajonal. Bashkësia ndërkombëtare, duke marrë një pjesë të fajt nga dëshira e madhe për stabilitet në Maqedoni, shpesh herë çështjet e shqiptarëve i ka lënë më njanë dhe shpesh herë ka avancuar njerëz të cilët janë të moderuar. Sot në këto momente, ku shqiptarët e Maqedonisë janë i vetmi popull dhe Evropë që vazhdojnë të shtypen, besoni se vështërsitë e PD-s për ta shpjeguar këtë shtypje vazhdojnë të jenë të mëdha. Në çdo diplomat të rëndësishëm që unë flas, ata më thuajnë na jep argumentet e performancës anti-shqiptare të qeverisë tanishme. Këto argumente nuk është lehtë që t'jepen për shkak se janë disa shqiptar aty, të cilët e mbulojnë këtë performancë. Thaçi ka theksuar se partia që ai drejton do të vazhdojë të jetë zë i fuqishëm i shqiptarëve dhe nuk do të heqë dorë nga kërkesa për barazi reale dhe substanciale. Ai u bëri thirrje shqiptarëve për unitet politik dhe qytetar, duke nënvizuar se vetëm përmes një qëndrimi të përbashkët mund të arrihen ndryshime konkrete. Kjo PD-sha kaq e madhe sot, kaq e fuqishme, krejt shqiptarëve që kanë frikë u thotë se s'ka më vend për frikë. Absolutisht. Sot, presioni, shtypja dhe trusnia e slavëve ndaj shqiptarëve është bë pak më moderne, më simbolike. Nuk është sot stili i Miloševićit dhe Sheshelit, po është efekti i njëjtë. Të gjithë arsimtarët, të gjithë të punësuarit, që kanë një droje se këta veprojnë me represion dhe i nxjerrin prej pune dhe gjithë që janë me kontratë thujnë dhe u largojmë, ne u themi ma mos keni gale. Po bëheni bashkë me ne, as një drejtor shkolle, as një arsimtar së në largon prej pune, edhe një pse, se ja rrethon shkollën për dëshëja. Nuk e lënë mrenda të një. Rritja e forcës dhe potencialit tonë, si PD-sh dhe si organizim politik, unë besoj se së shpejti do të përfundoj me rrethimin e qeverisë Maqedonisë. Konferenca përmbyllëse e PD-s në Tetov u zhvillua në prani të strukturave partijake, delegatëve dhe mbështetësve, duke e shënuar përcaktimin e prioriteteve politike të partisë për periudhën e ardhshme. Në fokus të këtyre prioriteteve, sipas Thaçit, do të mbetet lufta për barazi, dinjitet dhe të drejta të plota për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut.